kemi të humbur nga dyja palët, edhe nga aparati sigurisë, pra llogaritën të disa qindra apo mijëra të vrarë nga punonjës të aparatit të sigurisë, kryesisht milicia Basigj, forcave Basigj, po ashtu edhe nga garda revolucionare. Dhe mendohet që ka shifra krejtësisht të paqarta sa është numri i të vdekurve nga ana e protestuesve civil, nga 3.000 e pak që raportohen në mënyrë zyrtare nga Irani, deri në 40-50.000 nga organizata jo qeveritare, por të cilat nuk kanë burime të konsoliduara brenda Iranit. Pra, çdo shifër që qarkullon është thjesht një spekulim dhe e vërteta nuk dihet në fakt. Por ajo që është e rëndësishme është që shtypja ka qenë natyrisht brutale dhe ka treguar që regjimi është i penetruar në të gjithë shoqërinë iraniane dhe është shumë i vështirë për të rrëzuar një. Zdyti, sa i përket çështjes së pasurimit të uraniumit. Janë dy elementë të rëndësishëm. Një është infrastruktura, që po rindërtohet nga ana e Iranit, dhe dy është edhe uraniumi, rreth 400 kg uranium i pasuruar që është shumë në prag të pasurimit përfundimtar për të përdorur për krijimin e armëve nukleare. Unë besoj që ky rindërtim i infrastrukturës mund të jetë një moment i mirë që mund t'ju shërbente negociatave, sepse e vendos Iranin në një pozitë në atë pozitë që ka çfarë t'i ofrojë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ashtu, edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës përbën një lehtësi në negociata, sepse nëse do të arrinte që të merrte një negociat që do të hiqte në mënyrë përfundimtare nga debati publik ndërkombëtar çështjen e armëve nukleare të Iranit, natyrisht që kjo do të ishte një arritje për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe një arritje personale edhe për vetë presidentin Trump. Dhe ne dim se sa të rëndësishme janë për presidentin Trump edhe arritjet personale, në mënyrë të veçantë kur gjendemi përballë një situate delikate politike në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në pritje të zgjedhjeve të ndërmjetme shumë shpejt në Shtetet Bashkuara të Amerikës që do jenë decizive, përcaktuese për të ardhmen e presidencës së presidentit Trump. Sepse nëse humbet Kongresin dhe Senatin në zgjedhjet e ardhshme, potencialisht, atëherë presidenca e tij do ishte me të vërtetë shumë e vështirë dhe e paparashikueshme në të ardhmen. Prandaj një fitore në negociata pa një luftë me kosto të madhe për presidentin Trump është shumë e rëndësishme. Por edhe iranianët duke e ditur këtë, natyrisht që duan të maksimizojnë atë që do të marrin në tryezën e negociatave. Mbetet për të parë se si do të negociohet edhe sa i përket naftës iraniane dhe kapacitet prodhues të naftës në Iran, çfarë aksesesh do t'i jepen Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe sa kjo mund të zbusë qëndrimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sa i përket drejtave të njerëzit, besoj që kjo është një çështje e dorës së dytë dhe ne kemi hyrë në një sistem ndërkombëtar ku e drejta vlen shumë më pak se sa fuqia. Dhe kjo është çështje transaksioni, çështje fuqie, secila palë ofron atë që ka për të ofruar, ndërkohë që drejtat e njerëzit, çështjet e demokracisë janë të një rendi të dytë për fat të keq. Një aktor që ndoshta nuk mund ta mënjanojmë në këtë skenar pa diskutim që është Izraeli. A mos ndoshta e gjitha kjo po bëhet vetëm për të mbrojtur Izraelin, apo ka vërtet shqetësime që oreksi i Iranit në një rast përballje të shkojë edhe më larg se Izraeli, le ta themi kështu, sepse ka edhe raporte të acaruara mes Teheranit dhe Brukselit apo Bashkimit Evropian pas shpalljes si organizatë terroriste të Gardës Revolucionare të Iranit. Sa i përket Izraelit, natyrisht që në këtë konflikt, ajo që është interesante është fakti që Izraeli është tërhequr dhe ka nxjerrë Shtetet Bashkuara të Amerikës në linjën e parë. Nëse në luftën e 12 ditorshme, nëse kthehemi mbrapa pak në histori, Izraeli ishte nismëtari i luftës dhe ata ishin që goditën Iranin në mënyrë të papritur dhe të beftë. Këtë radhë Izraeli po bën çfarë është e mundur për ta izoluar vetveten nga një konflikt i mundshëm. Pra që Izraeli nuk është palë në këtë konflikt. Dhe kjo tregon nivelin e dëmeve në fakt që i ka shkaktuar Irani Izraelit gjatë luftës 12 ditore. Dhe me sa duket, sistemi raketor iranian ka pasur aftësinë për të penetruar mbrojtjen kundërajrore të Izraelit dhe Izraeli nuk kërkon që të angazhohet në një luftë
në një luftë të drejtë për drejtë në kushtet kur mbrojtja kundërajrore nuk është në kushtet optimale të kërkuara nga ana e Izraelit. Prandaj dhe janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që e kanë marrë nismën të parët me këtë presion dhe trysni që po ushtrojnë mbi Iranin. Sa i përket potencialit kërcënues të Iranit, kam përshtypjen që Irani nuk ka potencial për të kërcënuar përtej rajonit të vet. Dhe ka edhe një lloj egzagjerimi në perëndim, në mënyrë të veçantë në Bashkimin Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga faktorë të cilët quhen edhe skifter ose të dashuruar mbas luftës, që kërkojnë që të fusin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftë me Iranin. Unë besoj që potenciali kërcënues i Iranit shtrihet deri tek Izraeli dhe nuk shkon përtej rajon. Natyrisht edhe vendeve të tjera përreth. Sa i përket politikës së Bashkimit Evropian dhe konsiderimit të Gardës Kombëtare Iraniane si një organizatë terroriste. Natyrisht që ajo që ka bërë Garda Iraniane është e tmerrshme, është brutale, është e pafalshme të kryesh ekzekutime të kësaj natyre mbi popullsinë tënde në mënyrë të veçantë është krejtësisht e pafalshme. Por unë besoj që Bashkimi Evropian ende nuk ka një politikë të jashtme të konsoliduar e cila është një politikë proaktive. Jemi ende në fazën e një politike të jashtme që ndjek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani do jemi përballë një situate të tillë. Supozojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani gjen një marrëveshje. Nënshkruhet një marrëveshje dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës angazhohen për heqjen e sanksioneve. Çfarë do të ndodhë me politikën e Bashkimit Evropian? Pra, dhe në fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tërësisht pakërcënuara nga Irani. Në rast të një lufte, në rast të një shpërbërje, le të themi, në rastin ekstrem të Iranit, fluksi e migrantëve nuk kërcënon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kërcënon Bashkimin Evropian, pra vendet europiane. Një fluks i ri si ai sirian do të ishte i papërballueshëm edhe për Europën. Në këtë kuptim unë shoh që europianët ende nuk kanë kuptuar cili është interesi strategjik i vendeve të Bashkimit Evropian dhe vazhdojnë në inercinë e disa politikave ideologjike dhe jo politikave të orientuara nga interesi kombëtar i këtyre vendeve. Duke qëndruar tek Bashkimi Evropian, duke referuar paksa edhe atyre përplasjeve të fundit mes Washingtonit dhe Brukselit sa i përket angazhimit në NATO, një luftë e nisur nga Shobat kundër Iranit, a do ta testonte aleancën në vetvete? Kujtojmë këtu deklaratat e fundit të presidentit amerikan Donald Trump që minimizoi mbështetjen e aleatëve europian në NATO në ato luftën e nisur ndaj Afganistanit, gjë e cila pa diskutim që irritoi disa prej shteteve më të rëndësishme të NATO-s, përfshirë Britaninë e Madhe. Do ta testojë këtë aleancë? Spari ne këtu kemi të bëjmë me një konflikt ndërmjet Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, pra jo ndërmjet NATO-s dhe Iranit. Edhe nëse personeli i Shtetit Bashkuara të Amerikës në bazat amerikane në lindjen e mesme mund të preket nga sulmet e Iranit, prap Neni 5 nuk detyron vendet aleate që të përfshihen në konflikt, sepse Neni 5 specifikon brenda territorit të një vendit të antar të NATO-s. Pra në këtë pikpamje legale, asnjë prej vendeve anëtare të NATO-s nuk ka detyrimin për t'u angazhuar në këtë konflikt. Dhe natyrisht që i gjithë debati, diskuri publik na tregon që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë kërkuar asistencë nga NATO në këtë konflikt. Kemi parë që Britania e Madhe ka dërguar një numër të caktuar avionësh luftarak në bazat në lindjen e mesme, por këto janë në kapacitete individuale të Britanisë Madhe, jo në kuadër të NATO-s. Në këtë pikpamje nuk shoh një mundësi për të testuar aleancën, pra aleancën atlantike, në këtë konflikt. Natyrisht që testi ishte çështja e Greenlandës, i cili krijoi një polarizim të madh qëndrimesh, krijoi një tension të madh brenda vendeve anëtare të NATO-s dhe besoj që ka bërë një dëm i cili pavarësisht se Shtetet Bashkuara të Amerikës u tërhoqën, presidenti Trump u tërhoq, por kanë krijuar një dëm i cili lidhet me nivelin e besueshmërisë që duhet të ekzistojë ndërmjet vendeve anëtare të NATO-s. Ai nivel besueshmërie që ekzistonte përpara, natyrisht që nuk ekziston më sot e kësaj dite.
Në fund, ndoshta doja ta sillja paksa më afër nesh, duke ditur që raportet që ka Shqipëria aktualisht me Iranin, apo ato mungesën e raporteve që ne kemi dëbuar të gjithë trupin diplomatik të Iranit nga vendi ynë, nga ana tjetër ka pasur shkëmbime akuzash për hakerime, tentativa për hakerime. Kemi marrë edhe kërcënime nga Teherani. Në rast të ndonjë konflikti, të ndonjë shpërthimi të konfliktit, a mos vallë jemi edhe ne në hartën e Iranit si vend armik? Përpara